Elio Lazaj, një gazetar gjobaxhi me një qasje kriminale, i dënuar 5 vite më parë për drogë e armëmbajtje pa leje me kusht pa bërë asnjë ditë burg, u prangos nga policia pas disa javësh hetime. Një shpifës, sharës dhe fyes i dënuar nga gjykata në mënyrë të përsëritur, u arrestua duke i vënë gjobën një zyrtari të shtetit. Prej 2 vitesh, Lazaj shkruante shpifje, sharje dhe fyrje ndaj një personi thjesht dhe vetëm se ai njihej dhe kishte shoqëri me deputetin e PD-s, Belind Këlliçi. Ka zhvilluar edhe disa takime. Një herë ka kërkuar 40.000 euro, pastaj 20.000 euro. Në fund ka kërkuar 10.000 euro. Dhe në përgjimin e kamerave, e me urdhër gjykate, Elio Lazaj është kapur në flagrancë duke marrë parat për të fshirë shkrimet. Një punë e mirë e bërë nga hetuesit, por dhe nga prokurori, por duke parë proces verbalet e seancës gjyqësore për masën e sigurisë, diçka kërcet fort, nga hetimi deri te seanca e masës së sigurisë. Gjyqtari Artan Çupi e la në mas arresti burg pa afat, por ajo që binte në sy ishte qëndrimi i prokurorit Aslan Bajramaj, i cili më pari kishte kryer veprimet dhe asgjë nuk ishte dekonspiruar deri në arrestimin e Lazajt. Më pas, diçka ndryshoi. Tjetër gjatë hetimeve, e tjetër gjatë seancës së masës së sigurisë. Ndoshta ndonjë urdhër i ardhur nga Olsian Çela, ndonjë urdhër i ardhur nga drejtuesi i prokurorisë së Tiranës, Arens Çela, ndoshta lidhjet me biznesmen dhe misi të tjera tarafe që ndërhyn për të liruar Lazajin. Prokurori Aslan Bajramaj, që bëri një punë kaq të shkëlqyer dhe kapi një gjobaxhi, dhe kështu duhet ta vazhdojnë dhe të tjerët, këtë duhet kishin bërë dhe kolegët e tij, filloi të ndryshojë. Në proces verbalin e seancës, prokurori thotë se gjobaxhiu Lazaj ka dashur ta normalizojë marrëdhënien me paditësin Klaus Shaqiri, të cilit i vendosi gjobë nëpërmjet personave të tretë. Por kush janë personat e tretë? Me çfarë autorizimi? Pse shkojnë dhe intimidojnë dëshmitarët apo kallëzuesit? A është kjo një ndërhyrje në drejtësi? Vetë kallëzuesi nuk ka mbajtur asnjë qendrim publik në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa prokurori na e thot në seancë. Cilët janë personat që janë përfshirë në këtë normalizim? Ku është deklarata e bërë nga kallëzuesi? Prokurori ose është treguar i paditur, ose është treguar i paaftë, ose diçka i ka ndodhur rrugës. Gjithashtu në seancë, prokurori Aslan Bajramaj nuk ka theksuar faktin që Elio Lazaj është një recidivist, është një përsëritës veprash të pambarimta penale, edhe pse ka marrë dënime të ndryshme nga gjykatat. I dënuar me kusht për armëmbajtje pa leje dhe drogë, me një prokuror të larguar nga vetingu dhe nga një gjyqtar i larguar po nga vetingu, të dy persona të kapur për veshi, ndoshta nga i njëjti biznesmen dhe i njëjtet persona që po ndërhyn sot për të nxjerrë gjobaxhiun nga burgu, por këtë herë janë shtuar edhe të tjerë individ që ndërhyn në mënyrë të palishme, duke intimiduar kallëzuesin dhe duke kërkuar që çështja të zgjidhet shpejt, ndoshta me shpresën se me urdhra të dhënë nga lart poshtë, ndërhyrje të ndryshme, sulme mediatike, kërcënime dhe shantazhe, kallëzuesi do të tërhiqet që të dalë jashtë gjobaxhiu, të cilit dënimin me kusht prokurori Bajramaj i afshehu në seancën gjyqësore. Cili prokuror nuk do ta thoshte se i akuzuari që ai ishte dënuar më parë me drogë dhe armëmbajtje? Cili prokuror nuk do ta thoshte se është dënuar me disa vendime gjykatash për shpifje dhe fyerje dhe tani kapet duke vënë gjoba me portale anonime të financuara nga para me lidhje krimi dhe korrupsioni? Disa individ po kërkojnë të shpëtojnë lëkurën e Lazajt dhe të zhduken telefonat e këtij të fundit, sepse brenda tyre ndodhen thesare korrupsioni, gjobash, shantazhesh, kërcënimesh, dhe prokurori këto nuk i tha në seancë. Çfarë ndryshoi prokurorin që me një pasion dhe vërtetësi për një muaj apo më tepër me profesionalizëm zbuloi një skem gjobvënie dhe shkon në seancë dhe e dridhe like senafike, harron dënimet me kushte, krimet e përsëritura dhe flet për pajtim, kur vartësit e kapën në flagrancë gjobaxhiun Lazaj? Së shpejti pritet të zhvillohet seanca në gjykatën e apelit. Do të ndiqet e njëjta formë, stil, presion, shantazhe, telefonata, të cilat janë të regjistruara nga personat e tretë, drejtuar Klaus Shaqirit apo të tjerëve për të kërkuar normalizim. Por e vërteta nuk mund të fshihet. Elio Lazaj është një gjobaxhi përsëritës, i dënuar nga gjykata, ndërhyrjet e palishme të cilat janë vepra penale, të cilat kërkojnë të ndikojnë në një proces gjyqësor për dënimin e një gjobaxhiu të kapur në flagrancë, siç është Elio Lazaj.